Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka vënë në funksion një aplikacion web për celular, Qytet i Sigurt, i cili është i dedikuar për pronarët e automjeteve me targa të huaja. Aplikacioni u vu në funksion pas kaosit të krijuar gjatë 2 ditëve të fundit në pikën kufitare Tabanoc, për shkak të pagesës së gjobave për kundërvajtje në trafik të kryera në rrugët e vendit. MPB-ja njoftoi se përmes aplikacionit shtetasit e huaj do të mund të marrin në mënyrë të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë informacione për kundërvajtjet në trafik, të evidentuara nga sistemi Qytet i Sigurt. Gjatë kyçjes në aplikacion, drejtuesi duhet të fotografojë ose të skanojë dokumentin e tij të udhëtimit dhe të vendosë targën e automjetit ose automjeteve që ai përdor në vendin tonë. Në këtë mënyrë, drejtuesit e huaj, automjetet e cilëve do të evidentohen se kanë kryer kundërvajtje në trafik në territorin e gjithë vendit, do të mund të informohen në kohë dhe në mënyrë të thjeshtë, si dhe ta përmbushin detyrimin e tyre pa pasur nevojë për ndalesa shtesë në pikat kufitare. Nga MPB-ja theksuan se bëhet fjalë për ditën e parë të zbatimit të këtij mekanizmi dhe për kundërvajtjet të evidentuara gjatë një periudhe më të gjatë. Kujtojmë se gjatë 2 ditëve të fundit në pikën kufitare Tabanoc janë krijuar pritje të gjata për shkak të fillimit të pagesës së gjobave për kundërvajtjet në trafik, të evidentuara nga sistemi Qytet i Sigurt për shtetasit e huaj. Drejtuesit u ankuan për organizimin e dobët, duke theksuar se janë detyruar të presin me orë të tëra.